Telefonata e radhës, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje duke konsideruar që na jetojmë jashtë dhëut edhe sa i përket zekiatit. Duke konsideruar që na punojnë atë unë edhe bashkëshorti, edhe veç paguajna taksa mujore, dikun 35% unë edhe dikun 40% bashkëshorti. A ka të boje kjo me këtë 2% që sa i përket fejes, për shembull, që është 2.5% me la zekiatin? Duke ma parasysh se na veç paguajmë taksa mujore. A ka të boje kjo me zekiatin? Dhe disa është e qartë pyetja. Po, paguajni 35%, apo? O 35% pagujone, 20% edhe kjo dikun varion, mes 35% dhe 20% rrogës mujore. Pagës, po. Po, e kuptuam, po. Faleminderit. Faleminderit, natën e mirë, zoti ju shpërblet. Natën e mirë. Telefonuesja nga jashtë vendit, thot, a konsiderohet zekat këto taksa që i paguajmë nga paga? Jo, nuk konsiderohet. Pra te unë e pyeta edhe një herë, dhe ishte vetëm më bëni krahasim bujar. Këtë motrën Allah shpërblet edhe të gjithë vëllezërit tonë, edhe motrat tona, të cilët punojnë ku do qoftë ato. Vetëm kështu të bëjmë në një krahasim me kokë të ftoftë, pa onërzuese, pa presion. Shteti ty po t'i merr 40%. Pagës. Çdo muaj. Çdo muaj. Edhe s'po të vej ty a ki, aski, asoj ki. Kurse feja islame, ty po të merr parasysh. Po thot o ti musliman, ti nëse se i ki 75 gram ore, të cilat i ke posedu një vjet, që qëtash bojnë dikun rrëth 7.400 euro. Në thonë, feja ty po të merë me të mirë, po të musliman. A kiti 7.500 euro e ma shumë, që të ka nejtë ty në bankë, ose i ke posedu, për një vjet, që s'ki nevoj për to, në atë aspekte që si ke përdur ato. Edhe po t'i lypë vetëm 2% në vetë. 2.5%. 2.5% në vetë. Edhe po t'i len t'y kënena 97.5%. Do thonë, veç që to Pra, banë, këto taksa nuk përfshien ja, nuk përfshien në zekat, sepse ato janë, nuk janë zekat. Shteti ato t'i merë dhonshëm në të aspekte që s'dvejt eq. Ate në Zvicër, Gjermani, a i ka rogër, për shembull 5.000 franga, 6.000, po aty në bank i del neto, mos i t'ja kanal ata që të përqindin ato hargjimet e ujit, e të rrimës e ketat të tjeret, a i del 2.000 për shembull. Do më ai se vetë heq. Për atë, një farë mënyrë të tjilë s'ki se vo për që të 40%, sa i t'i kanal pa të vetë heq. Atë këtu të zeqatit i ki se vo për të madhë, kish problem të madhë. Sepse pe jep me vetë dëshirë, edhe Allah në ka kërku pak. Në ka kërku 2.5%, 2.5, e ti ka non 97.5. Edhe Allah vetë i ka non. Se Allah, pasuria është e Allahut. Me nësi, ajo taksat nuk hynë në zeqat. Pra ti qofë si ki 7.500 euro e më shumë, edhe kanajtet e një vjet honor, e ki për obligim me dhonë 2.5% për tyre.